Përshëndetje të dashur ndjekës dhe mirë se vini në podcastin ton të radhës, ku sot të ftuar kam dy profesorë universitar, jo rastësisht, sepse njëra, Vjollcë Berisha, është gjuktare, sigurisht ka pjesë edhe në politik, por dhe Murat Aliu, profesori universitar tjetër i filozofisë politike. Arsyeja sepse i kam ftuar të dy është sepse duam të diskutojmë impaktin dhe efektin që kishte protesta e studentëve për provimin e jurisprudencës, por jo vetëm, por edhe një herë ndoshta të ritheksohet rëndësia e gjuhës shqipe, si nga aspekti politik, si nga aspekti kulturor dhe emocional që e kanë shqiptarët dhe që për fat të keq bashkëqytetarët Maqedonas, sidomos politika shpesh ose nuk e kupton ose e keq përdoron për përfitimet e saj politike. Profesor të nderuar, ju falemnderit shumë që jeni pjesë e këtij diskutimi. Do ta filloj me ty, Vjollcë Berisha. Si e pa e protestën e studentëve? Për vete, që kur ka qenë proteste paralajmëruar edhe para dhe dyta, kam qenë në anën e studentëve, jo vetëm nga aspekti që e di që është një drejtë e tyre elementare që nuk diskutohet, por edhe për shkak se më pëlqen kur shoh përpara vetes një brez që po kultivojmë, një brez që nuk është konformist, që arrin të thotë jo dhe që është gati të thotë jo dhe të mos jetë në shërbim të politikës ditore. Kjo më pëlqen te brezi i ri dhe vetëm ideja që ata do dalin në rrugë për të artikuluar një pakënaqësi të tyre, një të drejtë elementare të tyre, për mua si pedagoge ishte diçka tepër e këndshme. Momenti tjetër i këndshëm ishte vetë realizimi i protestës, pjesëmarrja, mira të rinj që kishin dalë aty, jo ngjyra e kuqe që dominonte në urën më atipike që ekziston, ndoshta ose të them më mirë te urat më atipike që ekzistojnë, sepse e thash edhe një ditë tjetër që urat zakonisht janë parë si diçka që bashkojnë, po vetëm në shkup, në mënyrë paradoksale, ura është ai elementi kryesor i ndarjes, domethënë ju andej dhe ne këndej, dhe kur ajo urë u pa kështu e kuqe me të rinj që janë me zemër që dinë çfarë kërkojnë, për mua ishte një përjetim i veçantë edhe estetik përtej asaj emocional. Ja, një reagim edhe juaj, profesor. Si e pat protestën e studentëve, e cila ishte e dyta pas një reagimi që ta themi hapur, e te i kaloi kërkesën e tyre nga emocioni që përcilleshte para protestës, vetëm si një kërkesë për provimin e jurisprudencës. Nazim, nëse mund t'ju quaj kështu, apo zotin Nazim, dëgjoj kështu, nga një ran u gëzova, nga një ran u trishtova dhe akoma e kam këtë ndjesi. U gëzova për arsye pak a shumë që e tha edhe profesoresha e nderuar, pas një kohë gjatë, studentët shpërfaqen një, le të themi, një lloj shpirti revolucionar kushtimi, apo revoltues, siç e quajnë Albert Camus, një student i cili nuk e do konformizmin, një student i cili në farë mënyre, se protesta është akti më i lartë politik për mendimin tim, ku shpërfaqet apo manifestohet ajo dazeni, ekzistenca e dikujt. Dhe studentët me këtë akt ekzistencial, le të themi, u thanë gjithë qytetarëve, po edhe bashkëqytetarëve tanë Maqedonas që ne jena këtu, nuk kemi të nënshtruar dhe dim saktë se çfarë kërkojmë dhe dim se kush jemi në një fakt. Se ishte një manifestim i identitetit, se me protestu për gjuhën, dhe ne dim që gjuha është një nga elementet kryesor të kombit dhe identitetit kombëtar, e shpërfaqet. Nga ana tjetër jam i trishtuar që ne sot, ku e kemi gjeneratën Z apo Z që e quajnë, një gjeneratë që o rrit me inteligencën artificiale, me teknologjinë, me gjitha këto, po protestojmë për një çështje kaq elementare thelbësore. Jam i sigurt që shumica e gjyshërve të atyre studentëve kanë protestuar pothuajse po për të njëjtën çështje. Dhe sot në të kohë 2026 këto çështje do duhet të ishin të harruara. Dhe kjo është një fatkeqësi e madhe, vend që studenti jon sot nuk e di, protestoj për digitalizim më të madh në shtet, protestoj për kushte më të mira në universitet, protestoj për çështje ekonomike, për mirëqenie. Ne sot fatkeqësisht protestojmë për çështje shumë thelbësore dhe elementare. Mbase
ne disi Ballkani përgjithsisht nuk mund të shpëtojnë nga ky mallkim i ngulfatjes me çështje etnike. Shumica e këtyre çështjeve janë çështje që trajtuan shekullin 19 dhe shumica e shteteve, paktën evropiane, se ne jetojmë në Europë, i ka ezauruar, i ka përmbyllur këtë çështje. Dhe kjo vërtet mua më trishton. Prandaj tash nganjëra jam i gëzuar që u shpërfaq një shpirt revoltues, një shpirt revolucionar, jo konformist, edhe nga ana tjetër jam i trishtuar për ato të rinj, cilët sot nuk do duhet i kishin këto derte, nuk do duhet. Profesor, përmende dy elemente të rëndësishëm, të cilët edhe do donim të diskutonim, por nga aspekti politik, a mendon që politika më shumë është fokusuar te gjetja e fajit se kush e ka fajin dhe pse kjo nuk është realizuar, sesa te vetë zgjidhja në vetvete. Dhe kur e bëj këtë pyetje i përfshi të gjitha palët e politikës, sidomos kampin shqiptar. Sigurisht politikanët dhe politika përgjithësi nuk është e sinqert ndaj këtyre çështjeve, në arsyet nuk i di, po mbase edhe nga impotenca për me zgjidh një problematik të tillë. Ka dhe arsye tjera, por konstatimi tuaj sigurisht që vlen pra në vend që të ballafaqohen me problemin real dhe ta zgjidhim një herë për gjithmonë këtë çështje, ato po mundohen që pra si shtat me gjet fajin dikun tjetër dhe kështu me ju shmang një lloj përgjegjësie që u takon atyre. Nga ana tjetër kam përshtypje që tani nëse mund punoj pak kështu edhe profesionalisht për nacionalizmin dhe këto gjëra, nacionalizmi, nuk e di, religioni janë hapësira të emocioneve, ku ndërvepron emocioni dhe ndjenja. Dhe zakonisht aty ku ka emocion ka iracionalitet. Nga ana tjetër ne dim që nacionalizmi, paktën këto 200 vjet të fundit prej kur u shpërfaq me revolucionin borgjez francez, pra është një nga ato instrumente që është përdorur më shumë dhe është keq përdorur nga politika, për arsye se është një instrument shumë perfekt për të manipuluar masat e gjëra. Dhe këto çështje kam përshtypjen që politikës maqoni përgjithësi edhe shqiptarëve, edhe maqedonasve që nga vitet 90 deri sot u konvenojnë dhe prandaj i mbajnë disi them gjalla këto. Pra arsye se u shërbejnë për qëllime elektorale. Dhe ne e dim që shpesh masat e gjëra këtu nuk duat shpërfaq një qëndrim elitist, pra masat e gjëra ndikohen nga këto gjëra. Dhe po, mungesë të vizionit, mungesë të ideve progresive, si ta rregullojmë kujt arsimin, ekonominë, kjo është një fushë shumë e kollajshme me 2-3 fjalë, me 2-3 skadime nacionaliste, pra le të themi masat vendohen në lëvizje, por në të kohë racionalisht vendohen në gjumë, pra është një lloj opiumi, pra që se pra si thash, dhe mendoj që politika me qëllim i mban këto gjëra gjallë i ushqen për arsye që i thash, po edhe për arsye le të themi korruptive, pra politika shpeshherë është edhe rahat për me bëu gjëra jo ligjore, imponon popullit si tema, nga ana tjetër ato e çojnë edhe punën e tyre. Dhe kjo definitivisht pra është pasojë direkte e politikës përgjithësi veç mase politikës shqiptare në veçanti që nga 2001 deri sot tu nuk do të apostrofoj asnjë emër, politika definitivisht to çështje ishte dashur ti mbyll një herë për gjithmonë. Vjoll Berisha në këtë kontekst u tentuan studentët të partizohen. Ndërkohë që nuk ka shqiptar, unë nuk kam takuar shqiptar, që nuk flet si profesori, që nuk flet si ty, si unë, që këtë çështje të mbyllej. Me të drejtë, ne të gjithë kemi kritikuar pse do gjëra nuk janë bërë deri më tani. Por a ishte e drejtë ti portretizosh studentët me pet kompartiak? Mendoj absolutisht që jo, sepse edhe që pare thash se mendoj që është një vullnet i brendshëm, krejt i natyrshëm që erdhi, është tepër krim i madh për mendimin tim që përpiqesh ti mveshësh një pet politik të politikës ditore, sepse në thelb çështja është politike natyrisht, por të politikës ditore dhe të përfitimeve të njërës palë ose palës tjetër, sepse gjithnjë kam qenë mendimit dhe vazhdoj të jem që ekzistojnë disa gjëra që janë mbi politikën, disa pikë që janë mbi politikën dhe mendoj që gjuha, identiteti janë
mbi politikën dhe nuk mendoj që ekziston parti politike që me vetdije është kundër, sepse secili, nëse jo për tjetër, për të fituar elektoratin, simpatinë e elektoratit, do të kishin qenë për. Po tani, momentin kur nuk e bëj unë, është e keqe, nuk është besoj në rregull, kështu që unë mendoj se bile duhet ta nxisin që edhe po të jetë një parti politike o disa parti politike që u shfaqen të gatshme të përkrajnë studentët, të jetë shumë e mirë se ardhur ajo, sepse tregon edhe është një lloj premtimi implicit, them se do të merremi edhe institucionalisht me këtë çështje, ata që janë qeveri tani në këtë moment dhe tjerë që presin për të ardhur në qeveri, se fundi ajo është pretendimi. Kështu që edhe ata të lexohet si një premtim i tyre. Dhe mua nuk më duket keq, natyrisht. Nuk do doja që në ballë të protestës të ishin politikanët dhe nuk ishin, të ishin studentët, po që t'ja mbajnë ison është gjëja më normale dhe e lexoj si një premtim. Kështu që mendoj se më shumë është pengim, defokusim, minimizim, që është tepër e shëmtuar nga aspekti im, si e shoh unë. Në kuptimin e asaj që po ju veshën studentëve petku partiak, po. Tani te jemi të sinqert dhe diskutimi në terma politik ka qenë nëse ka një ligj ose nuk ka një ligj për gjuhën shqipe. Dhe realisht ky diskutim në këtë lloj mënyre edhe do kaloj edhe te bloku Maqedonas dhe si e shikojnë ata. Por për hir të politikës ditore duket sikur ju dha argument atyre që janë kundër gjuhës për të zhvlerësuar përdorimin e shqipes. Me idenë që nuk ka një ligj, nuk ka një bazë ligjore dhe një lloj minimizimi. Vjollë do ta bëj ty këtë pyetje e para sepse ti je profesoreshe gjuhës, një profesoresh pasionante, një lexuese e madhe, por njëkohësisht je edhe pjesë e politikës, ke qenë pjesë e politikës dhe ligjin për gjuhët, që tani dyshohet, interpretohet në forma të ndryshme, e ka iniciuar partia ku ti bën pjesë. Si e shikon ti këtë diskutim? Çfarë i jep atyre që janë kundër shqipes një diskutim i tillë shterp ose sipërfaqësor, është zyrtare, nuk është zyrtare, ekziston, nuk ekziston? Fjala e duhur është fjala kyçe, është ajo që thatë një diskutim shterp, sepse dhe arsyeja pse unë jam angazhuar politikisht si pedagoge është mu kjo për të qenë një lloj pararoje për çështje të këtilla që ende fatkeqësisht në shekullin 21 janë të hapura dhe ne nuk mund të jemi të verbër ndaj kësaj. Jam shumë e kënaqur që edhe partia në të cilën bëj pjesë i ka në rend dite në fillim, në krye, mu këto problemet e etnisë, sepse janë gjëra për cilat do kishim dashur të jenë të kaluara, por nuk janë të kaluara. Ndonjëherë është e vërtet që është bërë tendencë që të heshten qëllimisht ose pa qëllim, me pa qëllim që të thuhet se Alianca për shqiptarët ka qenë ajo që në fakt është kujdesur për ligjin, ka qenë pararoje e ligjit, ka qenë ajo që kushtëzoi formimin e qeverisë pas rënies së VMRO-s, mu me ligjin e gjuhëve, dhe tani është me këtë angazhim është ligji për gjuhët. Do me thënë, në qoftë se ekziston ligji për gjuhët, unë mendoj se kush di minimalisht shkrim lexim e kupton që me ligj është e garantuar. Po tani dhe nuk është ligji më çështje e interpretimit më tutje, por çdo amulli që krijohet mbi këtë ligj, mendoj se ka të bëjë vetëm me shkallën e zbatimit të ligjit. Çfarë nuk është bërë sa duhet, është zbatimi vertikalisht, horizontalisht në të gjitha institucionet tona. Kështu që mendoj se çështja e diskutimit është çështja e zbatimit të ligjit dhe jo ekzistimi i ligjit. Sepse ligji nuk është një diçka që sipas qefeve të Kryeministrit duhet të zbatohet ose jo. Vlen për të gjitha si vlen ligje tjera dhe secili që nuk e respekton ka bërë shkelje ligjore. Dhe prandaj mendoj se diskutimi mbyllet aty kur themi se ligji ekziston. Nuk flitet tutje për këtë. Flitet vetëm sa është zbatuar dhe natyrisht nuk kemi qenë asnjëherë në momentin fillestar, ka pasur zbatime në vende që më përpara ndoshta as ne kemi ndruar që të zbatohet, por ama është lënë shumë pasdore në shumë vende dhe kjo ndoshta ka qenë pakujdesi edhe vetë udhëheqësve të institucioneve që nuk kanë pranuar ta zbatojnë ligjin që e kanë sjellë vetë deri në fund.
mbi fjala mjekët, raportet i shkruajnë në maqedonisht, vetëm në maqedonisht, edhe kur pacienti është shqiptar, edhe kur mjeku është shqiptar, e shumë gjëra tjera kjo më kujtua se më shpejt si shembull, por do të thënë çfarë është kjo? Kjo i bie që s'është zbatuar ligji dhe nuk është kontrolluar zbatimi i atij ligji. Nëse flitet për një faj të gjatë, flitet për mos përqendrimin të zbatimi. A nëse flitet për një arritje, flitet për arritjen që është sjell ligji për përdorimin e gjuhëve, që i thot decit të gjitha se ku duhet të përdoret shqipja dhe që garanton edhe jurisprudencën aty brenda dhe të gjitha drejtat që vijnë aty, dhe është një ligj që më pëlqen që e apostrofuat, që është sjell me kushtëzimin e aleancës për shqiptarët të zotit Ziadin Sela. Profesor, si një teoretien i politikës, dhe sigurisht edhe si një ndjekës i zhvillimeve, a u gabua në narrativin e fundit ku fokusi ishte a ka liq dhe nuk ka liq, dhe jo pse nuk është zbatuar ligji deri në fund, që pse ata më përpara që ishin në qeveri në fakt me pushtetin që kishin nuk e zbatuan ligjin deri në fund? Besoj që po, që hymë në këtë debat, ama ky debat u imponu fillimisht nga kryeministri, nëse zgabojmë fillim kur u hap kjo tema e këtij provimit të jurisprudencës, ta shohim ligjin, a kemi mundësi, a s'kemi mundësi. Nëse kujtohem, duket që nuk u imponua nga ne kushtimisht tash, më vjen keq që me këtë lloj ndarje. Po gjithsesi edhe në bllokun shqiptar ekzistonte kjo ndarja. Ka një ligj, s'ka një ligj, mandej. Po, mundet, sigurisht tani kemi ne le të themi një protagonisti, le të thunë që gjua shqipe nuk është zyrtare, tjetra pjesa që është zyrtare, por nazim për te këtyre dhe unë nuk jam jurist, e kam lexuar ligjin dhe vështirësi kam ta kuptoj sinqerisht, po edhe këto janë çështje teknike, më pak më interesojnë këto gjëra. Më interesojnë se si ne u katandisem në këtë deregje, në këtë nivel që sot ne... Pyetja prandaj për mua vlen, në çfarë kuptimi... Jam i pikëlluar, unë jam shumë që... Në kuptimin që në vend që të fokusohemi si kritik reale, si kritik që ne krejt e kemi bërë, se pse nuk është shfrytzuar normativa ligjore, ajo që ekziston dhe që krijon një hapësirë të madhe, ne rikthyem debatin edhe mes shqiptarëve, por shtypja është e tillë, prandaj e bëj si pyetje, nëse ekziston ligji ose jo. Dhe kjo a e dëmtoi kauzën? Sigurisht që e dëmtoi. Unë në këtë tavolinë e kam përmendur para disa muaj, prapë po e përmend. Është një teoricien Carl Schmitt, pra, i cili po thotë që mos e rreni mendën, mos e besoni ti diskursit liberal që ligji kushtetuta jo, thotë ligji dhe kushtetuta si paraprim vullneti politik një herë. Se nuk o vetëm ky ligj. Pra vullneti politik veç mas në shoqëri si këto e jonat, ku kemi një antagonizëm të vazhdueshëm, një dialektik e vazhdueshme ndër me dy komuniteteve, pa vullnet politik, vështirë është me u zbatu cili do qoftë ai ligj. Përfshirë edhe ligji për përdorimin e gjuhëve, që po quhet. Në këtë kontekst, unë pra po them, nuk është problem ligji, sa është çështja e vullnetit politik. Ne përderisa nuk krijojmë një lloj mirëbesimi apo një lloj konsenzusi me palën tjetër, edhe gjatë kohë do kemi problem, se tash është ligji gjuhës, nëse do dalin një diçka tjetër, se fundja nuk ka vetëm kjo provimi i jurisprudencës, të gjitha licencat të provimet që ekzistojnë në shtet i jepen në gjuhën maqedonase, përfshirë edhe raportet mjekësore, se mu këto kohë fund të mëra shpesh shkoj, dhe një ditë mëran mendje tash pse tash to gjithë janë në gjuhën maqedonase. E kështu me radhë. Prandaj unë jam më shumë i fokusuar tek zgjidhja e një modus vivendi që me i lang këto gjëra mas, në kuptimin me implementu të arriturat e deri tanishme kombëtare për shqiptarët, me implementu, me i zbatu dhe me hes për para. Mirë po se si gjendet ky konsensus duket shumë e vështirë. Duket që pala tjetër, vjen keq që prapë e them, bëj këtë ndarje, nuk do doja të avoj që nuk u çlirua nga ajo psikologji, le të themi, kulture frikës, se shqiptarët nuk e di, po na e marrin
shtetin e kështu me radhë. Unë jam i fokusuar dhe kjo është në interes. Mrapa ne nëse arrim një konsensus në këtë pikë, gjitha tjerët do të realizohen. Politika shqiptare sigurisht ka faj që deri më tani nuk kanë arritur edhe ato ligje që i kanë sjell, por që nuk ka arritur t'i vënë në zbatim. Dhe pasojat i kanë, ne ma vese jemi mendoj poplakëm i kanë pasojat që të rritë. Mos na u dorëzoni ende, profesor. Në këtë diskutim, sigurisht nuk do të ekzistonte gjithë ky debat për Shqipen dhe për ligjet e tjera nëse nuk kishtin dy palë, dhe në këtë rast kemi një mos kuptim të rëndësisë të gjuhës shqipe. Edhe historikisht, edhe politikisht. Me profesoreshën Vjollcë e kemi diskutuar këtë, po ja do t'ja rikthejmë. Ajo që unë e vëre është një lloj tentative për të zhvlerësuar përdorimin e shqipes. Por pse nuk u kuptu Vjollcë, sipas teje dhe sipas jush, profesor të nderuar, që sa e rëndësishme është shqipja në këtë shoqëri? A nuk e kemi sqaruar ne siç duhet? Partit politike kur shkojnë i bëjnë koalicionet e lën anash dhe pastaj për shkak të reagimit fillojnë të merren me Shqipen, apo thjesht maqedonasit, kush e di si t'i shpjegojmë, do ta konsiderojnë si rrezik përdorimin e shqipes? Është shumë e palogjikshme, shumë jashtë logjikës të mendohet që duhet të shtypet, të heshtet gjuha e një populli tjetër që është shtet formues në vend, dhe mendoj që mu te ky mos respekt, ja s'po them urrëtie, po e zbuz, te ky mos respekt ndaj tjetrit, ndaj kulturës tjetrit me cilën ti e përban edhe përditshmërinë, po e përban edhe shtetin, e kemi thënë edhe herë tjetër këtu bashk, por vlen të theksohet, të përsëritet. Mu aty besoj që është themra e akilit. Te ai mos respekt ndaj gjuhës tjetrit. Kur ti nuk respekton gjuhën e tjetrit, s'ke respektuar identitetin e tjetrit, qenësinë e tjetrit, dhe momentin që ti nuk e respekton tjetrin, ti nuk mund të presësh që të kesh dashuri prej anës të kundërt. Dhe mendoj që këtu krijohet ajo kriza e hendeku i madh i urrëties në ndërsjell, por që prap, jo pse unë jam shqiptare dhe kjo më përgjigjet mua individualisht, por po them që krizën në këtë rast e shkakton pala maqedonase duke u munduar të tregoj superioritet kulturor në radhë parë dhe shtetëror ndaj shqiptarëve, sepse dhe kjo ndodh fatkeqësisht, sepse edhe këtë çështjen e gjuhës studentëve se lidhen, se nuk është vetëm provimi i jurisprudencës, sikurse e kemi konstatuar bashk, po përdorimi i shqipes në përgjithësi, kujt i pengon, kush se duron. Dhe është tepër e rëndësishme për palën tjetër që të bëjnë gjithë qeverisjen e tyre ta theksojnë mua aty, njëra palë ta mbroj dhe tjetra ta sulmoj. Po, është dhe ja vlen, sepse flitet për element tepër të rëndësishëm, elementin kryesor të kulturës, të identitetit tjetrit. Ja, unë e kam parë në dy rafshe dhe në dy rafshe besoj ekziston. Në njërin rafsh, qeveria e Maqedonisë, pala maqedonase dhe pala shqiptare. Tani pala maqedonase ne e dim, nuk është që nuk e kemi pritur, sepse edhe ashtu i morën votat, ashtu erdhën duke thënë që ne do të vim për t'ia kthyer dinjitetin e humbur maqedonasve, që në thelb ka urrëtien, ka krizën. Do të thënë prej aty dukej dhe fakti që mori gjithat mbështetje nga populli, tregoi që edhe populli ja mbaj ka ison këtij qëndrimi. Dhe doli ndoshta jo menjëherë, por secili që lexon mes rreshtave kuptoi që një urrëtie po gëlon brenda dhe do të shpërtheu institucionalisht, sepse filloi tani goditja të rrudhet gjithçka që ishte arritur deri më tani. Jo të bëhet përpjekje që të çohet në një stat më të lartë edhe njohja e kulturës së tjetrit, edhe me njohjen vjen edhe dashuria, por përpiqen ta kthejnë edhe atë që është arritur, duke krijuar kriza njëra pas tjetrës, sepse fatkeqësisht qeverisja e mirë ose e keqe është nëse shkilen ose nuk shkilen shqiptarët. Do të thënë të imponohet kjo. Duke lënë menjëherë anash çështjet e rëndësishme thelbësore për një shtet bashkohor, themi siç janë çështjet e kulturës, çështjet e ekonomisë, çështjet e madhe që kemi ne të antarësimit në Bashkimin Evropian, që tregon a do të gdhin ditë të mira për këtë vend ose jo, do të thënë duke lënë të gjitha këto dhe duke krijuar kauza të rreshme, të frikshme bashkëkohore, ata kanë arritur që ndoshta ta vënë në gjumë, siç tha profesori, popullin e vet, por
çdo tentim për ta vënë ata në gjumë popullin e vet dhe për ta blerë votin e popullit vet me këto kauzat në kuris të shqiptarëve, në fakt nuk është pa ndikim edhe në anën tonë, sepse ne menjëherë na goditet një drejtë elementare, na goditet dinjiteti. Fundja këta fëmijë që sot janë 22 vjeç, këta nuk e din çfarë ka qenë jeta jonë para 2001-shit, nuk e din ata se ne kemi një kapital luftën. Kapitalin e luftës nuk ja atriboj ekskluzivisht asnjë partie politike pas luftës, por kapitali i luftës natyrisht sepse ka ajo luftë ka lënë pas varre, për shembull, ajo luftë ka lënë pas një histori më të re të popullit shqiptar, por e kam fjalën që me kapitalin e luftës janë ndryshuar shumë gjëra dhe tani çdo tentim për ta rrudhur i bie që ne do të vazhdojmë në të njëjtin vend do të jemi. Por aspekti tjetër që them se ka edhe një rafsh tjetër momentalisht, mendoj që asnjë parti politike, edhe partia në të cilën unë jam, po të ishte sot në qeveri, të njëjtën kritik do ta kisha. Mbaron më prej momenti që ti e merr mandatin, mbaron qaramanllëku yt për të kaluarën. Ti çfarë bën sot? Ja me që e përmend këtë Vjollc, më ka bërë shumë përshtypje dhe normalisht edhe më kanë pyetur shumë, sidomos jashtë Maqedonie, kolegë, zyrtare kështu me radhë, duke apostrofuar pikërisht këtë që the. Në një debat publik, siç jemi ne, ku vazhdimisht thuhet që për 22 vjet nuk është bërë asnjë gjë, çfarë krijon kjo në rafshin politike dhe në rafshin e diskutimit? Është një lloj mohimi i vetvetes, i arriturave tona? Edhe këtë kur e them, nuk i apostrofoj asnjë subjekti, po të gjithë neve si shoqëri. Ne 22 vjet nuk kemi bërë asnjë gjë, sepse çdo gjë është reflektimi joni. Ky është një gabim i parë. Gabimi i dytë është që të pretendosh që pambarimisht mund të arsyetohesh me të bëmat ose të pabëmat e një subjekti që për një arsye apo për një tjetër sot nuk është duke u thequr. Por ideja është gjithmonë të thuash që të tregosh natyrisht këtë nuk e bën ata, por ne e bëm. Do të thënë, në qoftë se cila do qeveri, po them gjithnjë, edhe partia ime, po të ishte tani, këtë të njëjtën do të kisha thënë. Qaramani nuk ka të drejtë ta bëjë, sepse fiton edhe 5 vota po t'i kish marrë, edhe 1 vot një parti politike ka përgjegjësi për atë. Dhe ti thua, po unë e bëra këtë, po ata deri tani që ishin nuk e bën. Këtë e kuptoj. Por ne s'po bëjmë asgjë, sepse ata s'kan bërë asgjë. Kjo është jashtë çdo logjike, mendoj se kjo është tamam tu hedhësh hi votuesve, po që mendoj që edhe nuk u hedhin hi, sepse të rinjt tanë më nuk janë ata të rinjt e... Kjo është një lloj papjekurie politike. Shpesh i dëgjoj debatet Kosovë dhe miq nga Shqipëria, Kosova, pse s'bëheni bashkë kuptimin jo bashkë kuptimin ne me i shkri partit politike dhe me bërë një parti, jo. Për arsye se në atë momenti kur i shkrim, kur bëhesh një parti politike, përveç që krijon monizëm, aty vritet edhe politika, jo është antipolitik në esencë. Jo, unë jam për me ekzistu polet, për me u zhvillu dialektika, antagonizmi, por, nëse politikanët tonë do t'i kishim të pjekur, ato do të vendoshin disa kufija që qëtë interes kombëtar që heqim ne shpesh. Ne do luftojmë deri në këtë pikë. Kur vjen çështja ku di e gjuhës, e çështjeve e flamurit, e disa çështjeve, ne këtu nuk kemi dallime, që për fat të keq partitë politike shqiptare këtë nuk arrin dot ta bëjnë dhe prandaj shkojmë në atë që e tha e ti në akuzat të ndërsjellta, jo e bën e ti, jo se bona. Unë fatkeqësisht kjo pjekuri po i mungon politikës shqiptare. Shikoni ku ta dim tash për marrë shembull Bullgarin, ato kanë dallime atje, ama kur vjen çështja me kontestin me Maqedoninë që kanë, ato janë njëjtë. Edhe me Greqinë ndodhi e njëjta. E shqiptarët nuk e di vujnë nga ky mallkim, nga kjo papjekuri që për çështje jetike, çështje identitare, që është gjuha, flamuri e të tjera, pra ne deri këtu mund të luftojmë, mund të dialogojmë, ama pra këto janë linjat kuqe. Ne pra po them fatkeqësisht palësitë nuk e kena tregu deri linjat tona të kuqe, deri ku mund të shkojnë ato dhe deri ku mund të tolerojmë neve. Sa e dëmton unitetin ose krijimin e kësaj momenti që për disa çështje bazë do të diskutojmë ne së bashku, ideja që
22 vjet nuk është bërë asgjë dhe do fillojmë çdo gjë nga ky moment. Erdha unë dhe tani fillon historia me mua. Disi intimisht unë e di, mendoj që edhe ata nuk e besojnë këtë, se është e pamundur, se ne e dim historinë, të gjithë janë të lidhur, kanë qenë pjesë e strukturave, kanë qenë pjesë e qeverisjeve, në forma direkte dhe indirekte. Por sa e dëmton pikërisht atë element që e përmendë profesor, për të krijuar një vijë të kuqe ose një interes kombëtar, siç ta quajmë si të duash, me idenë që për t'i thënë atyre tjerëve, këtu mos prekni. Këtu nuk shkojmë dot më poshtë. Këtu mos prekni. Sigurisht e dëmton. Kjo përçarje, ky fragmentarizim apo kjo mospjekuri që ne na ka sjell prapë them në këtë situatë. Sikur ne me kohë ta kishim kriju një konsensus brenda kombëtar, le të themi këtu, dhe t'ua bëshim që nga fillimi, me dije se këto çështje i kemi jetike, janë çështje identitare, ekzistenciale, pra besoj që ne sot nuk do ishim në këtë pikë. Tani pse nuk ndodh kjo, janë interesat politike, janë interesat pushtetit, nuk e di. Pyetja, biseda e sjell të logjikshme pyetjen. Ka një nismë dhe kryesisht ka nga Aleanca për Shqiptarët, zoti Ziadin Sela e shpreh, pra të ulet topi dhe të ulen të ulet në një tavolinë, pra të ulen krerët politik, ata që janë me gjithë bagazhin që e kanë, elektoral, fuqinë që e kanë, pa ja mohuar askujt peshën ekzistuese, për të përcaktuar një gjë të tillë. Beson se mund të arrihet një gjë e tillë me klimën aktuale? Me klimën aktuale, konjunkturat brenda kampit shqiptar mendoj që për momentin nuk e lejojnë një diçka të tillë, përçarja është e thellë, po ndër të tjera shumë prapë o kthehem mungon vetdia për një gjë të tillë. Pra ashtu se kjo e kërkon një lloj pjekurie, një lloj vetdie politike, qytetare. Vetdia e kujt? E opozitës apo e qeverisë? Jo, flas për të gjithë. Për gjithë. Unë nuk do të hyj në këtë lloj. Po, prandaj të pyes se mundohen bëjnë një analizë pak makro në nivel ta shohat mozaikun plot dhe të madh, kjo vetdie mungon tek ne shqiptarët. Është një politike e cila udhëheqet nga interesat ditore politike, fatkeqësisht ne na ka sjell në këtë gjendje, jo vetëm për karshi çështjeve kombëtare, për karshi arsimit, për karshi ekonomisë e gjitha çështjeve të tjera. Ne sot thjesht nuk do duhet unë ndoshta nuk mund ta elaboroj tash ne nuk do duhet të ishim sot në këtë stat. Nuk do duhet të ishim në këtë fazë, ne sot do duhet diskutonim çështje të tjera. Shikoni vetëm se çka ndodhi me diskursin euroatlantik. Vdiq, nuk ka kush e mban gjallë strukturë politike apo nuk e di çarçe të caktuar, nuk ka kush e mban gjallë diskursin eurointegrues në brenda 2 vite. Unë ngulfatëm, unë ngujuam në tema të errata, tema të shekullit 20, fatkeqësisht. Kjo për t'u ardhur keq. Pa, duhet të mbaj përgjegjësi klasa politike. Sigurisht. Me thënë të drejtën, kjo strukturë qeverisëse e nxiti këtë atmosferë, edhe të tensionit të madh, edhe dua të pyes për gjuhën e urrejtjes, por edhe për bllokimin e integrimeve. Erdhen me një premtim se për 6 muaj gjithçka do të zhbllokohet dhe në fakt çfarë po shohim sot, rikthimin e diskutimit për gjuhën dhe debatet e shekullit 19. Fatkeqësisht. Si e shikon Vjollca pikërisht këtë element dhe faktin që nuk ka një dënim të gjuhës së urrejtjes, sidomos të shkaktuar si pasojë e protestave? Është pasojë. Domethënë gjuha e urrejtjes është pasojë dhe është shumë e frikshme kur hyn në rrjetet sociale dhe shes se çfarë flasin të rinj për të rinj, me çfarë gjuhe dhe çfarë janë në gjendje të bëjnë. Domethënë unë bile kam frikë që kjo mund të shpërthejë edhe më keq edhe në gjëra fizike, në konfrontime fizike tek të rinj, sepse është krijuar një klimë e atill dhe më vjen shumë keq se secilën herë që është vëmëroja në pushtet ndodh kjo, por çështja nga ana tjetër është që s'po ka edhe në palën ton dikush që të thotë ndalni se jemi deri këtu, sepse mungon ajo tryeza që përmendi profesori për E beson që mund të ndodhe? Unë e besoj dhe jo larg, ju e thatë, jo më larg se dje, Ziadin Sela e bëri ftesën publike që duhet të ulen, sepse një politikan i formuar, një njeri që vërtet ja don të mirën kombit të vet, mendoj që e din se ka disa pika që janë mbi partitë politike, mbi politikën ditore, mbi votat a do t'i marr as do t'i marr nesër,
siç është identiteti, siç është gjuha, siç është kultura, unë besoj që mund të bëhet, por në qoftë se bie frika e pushtetarëve aktual se po jesin jashtë qeverisë dhe po ja prishin qefin kryeministrit. Sepse kanë treguar, më vjen tepër keq dhe turp për këtë, sepse kanë treguar disa herë gjëra, elemente të këtilla që kanë frikë të bëjnë një veprim kombëtar që të mos zemërohet kryeministri i vendit, që njëherë vetë akti zemërimit të kryeministrit me gjëra të këtilla është anakronike dhe e patolerueshme, ka urrëtitjen primitive brenda, dhe nga ana tjetër edhe të bësh sipas qefit të atij, edhe ti tregon që je po aq anakronik dhe me nuk po them me urrëtie sepse nuk besoj që ka parti politike shqiptare që ka urrëtie dhe mosdurim ndaj gjuhës vet, ndaj kombit vet, por e përkthejnë pafuqinë e tyre në veprime të jo logjikshme që do t'i dënoj historia dhe më vjen keq. Por ajo që heqim është ne, ose hajde po them shtresat e gjëra popullore, sepse duhen për gjëra të njëjta të gjakojnë me dekada. Në qoftë se bëhet ai diskutimi nëse kemi qenë më mirë ose më keq, natyrisht s'mund të jemi me një pikë asnjëherë, kanë lëvizur gjërat, koha nuk është e njëjtë, nuk mund askush të thotë ja që kemi bërë, sepse edhe koha vet disa gjëra i rregullon, por nuk mund edhe tjetri t'ja mohoj tërësisht arritjet askujt, sepse secili politikan i ditës sotme mund ta kujtoj vetëm sa vetë në katundin e tij, në lagjen e tij kanë punuar në administratën shtetërore para 20 vitesh, do të thënë janë gjëra cilat nuk duhet më të hyjmë. Ne çështja e politikës sonë është çështje ku do ta shpijim jo vetëm të drejtat e shqiptarëve, sepse më vërtet është anakronike të mendosh dhe të flasësh për të drejtat, sepse nuk janë të drejta që si bëjnë dëm kurkujt. Thjesht ka një inat në bazë, sepse kujt i pengon që unë në një tekst, në një letër që duron gjithçka, në një renon kam edhe pjesën time që do ta lexoj shqip. Kujt i pengon? Nuk po them ta shkruaj vetëm shqip që ti të mos e kuptosh, por të ma të respektosh edhe mua gjuhën. Kur them këtë kujt i pengon, kam përshtypjen që dua ndoshta ta trivializoj pak, por e kam idenë që të mendohet se sa e palogjikshme është e tër urrëtia, sa i palogjikshëm është mosdurimi. Nuk është që s'mund të... Në Ballkan nuk bashkë palogjikshme. Ja në pjesën e fundit, ta shtrojm çështjen ndryshe dhe shpesh e bëj edhe këtë pyetje me idenë që secili prej nesh, ndoshta kemi komunikime më të shpeshta me kolegë, me miq, pse jo, me bashkëqytetar Maqedonas, dhe më vjen pak kjo pyetje sepse kur ndeshem me ata, duket që nuk janë shumë mirë të informuar. Ose pavarësisht nëse e refuzojnë ose nuk e refuzojnë, vihet re elementi i mos njohjes të çështjes tonë nga aspekti edhe emocional edhe kulturor që e kemi shqipe. Mirë, po dua t'ua bëj pyetjen, ty si profesor dhe ty gjithashtu si profesoresh Vjollc, por edhe si një zyrtare që ke qenë qeveritare. Ka dështuar klasa politike, flas për klasën politike, në mos shpjegimin e këtyre gjërave me partnerët e tyre Maqedonas, ja siç jemi sot dhe siç ka qenë të tjerët, për t'ju thënë atyre, sepse ata e artikulojnë pa kënaqësi dhe pastaj apo për çohet e njerëzit. Nuk ja ka thënë ky politikani shqiptar atij politikanit Maqedonas që çështjet e gjuhës janë elementare për ne. Kështu që nuk duhet të bëjmë me çështjet e gjuhës debat politik ose përfitime triviale politike. Ju mendoj të kundërtën, jo që s'ja ka thënë. Problemi që ndonë që shumë ja ka thënë. Nuk është që këtu nuk kemi dështuar, se këtu nuk është vetëm faktor politika, ja është edhe akademia, janë edhe intelektuale, dhe ne për këtë çështje kemi folë. Tash nëse më lejon pak gjithë problemi qëndron tek ajo se si e konceptojnë Maqedonin Maqedonasët. Maqedonasi aty Maqedonasit ne, me të cilin bashkëjetojmë që nuk e kundërshtojmë, nuk e kërcënojmë me përdorimin e shqipes. Do mundon të flasin nga ana e tyre, që si një Maqedon. Si e percepton dhe koncepton shtetin? Ai shtetin e koncepton si shtet kom që quhet në literaturë. Shteti kom përmbëhet një shtet i cili brenda territorit të tij ka një komp uniform. Momente që ka kësi lloj pakicash tani,
aci barishte që thot Baumani të padëshirueshme në kopshtin, ato barishte ose mundohesh ti shtypish, ose ti shkullish, mos dan zoti është kjo më e rënda. Dhe tani të çka ndodh? Tash keni Macedon i cili për 50 vite, gjithë atë shtëpinë e ka llogarit si e vetja, pronari sa. E ke pas me një dhomë atje do njerës atje, po ato i ke, dhe vjen momenti tani këtu, dhe vjen momenti kur ai iluzionale, sepse nuk e shef realitetin dhe unë prandaj them, ne a nuk ja kemi tregu pak realitetin? Edhe pronari në dialektinë e Egelit ka vështirë ta pranojë sklavin, shumë vështirë ka ta pranojë si bashkëbisedues. Dhe këtu o problemi. Dhe vjen një moment ti çon kokën dhe thuje ndalu se unë ekzistoj. Por derisa me shekuj, me vitet, me dekadat e ty të ka perceptu jo si subjekt, por si objekt. Dhe ai e ka vështirë, dhe ai ty të qes si rezik. Fatkeqësisht kjo tash nuk ka edhe tema me hyn to. Kjo janë çështje fenomenologjike, janë çështje historike dhe me historinë e Ballkanit. Njohja e tjetrit, pranimi i tjetrit është bare e madhe për Ballkanasin, shumë bare e madhe. Çka ndodhi në Ballkan? Greqia me Bullgarin bën shkëmbime populatash me turqit. Serbia për 100 vjet u mundu me kry gjenocide dhe shfarosje të tjetrit, shqiptarëve dhe bosnjakëve në këtë rast. Pra kjo ka një kontekst në Ballkan. Dhe siç e thot Baumani, është një sociolog i famshëm për Holokaustin, Holokausti thot ishte një misafir legjitim për modernitetin. Dhe unë them, urrejtja, nacionalizmi është misafir legjitim për ne Ballkanasit. Thjesht jemi një shoqëri, Ballkani jo një shoqëri provincialiste, pa qytetnume. Bara për me njo tjetrin është shumë e vështirë. Me ekzistencën tjetrit ne nuk duam ta njohim se ne e shohim si rrezik për veten. Dhe thjesht ne shqiptarët se kemi, këtë patjetër e kam të ndërpres. Sigurisht. Shqiptarët se kemi. Sigurisht. Vetëm Shqipëria e ka pranuar Maqedoninë si rrezik për ta përmbyll. Ai shet ty si një rrezik që ti një ditë, veç mas me këto zhvillime demografike, ai shet si rrezik ekzistencial që nesër e pas nesër ti mund. Po mirë profesor, si t'ja akomodojmë, që të vinë dakord, ta marrim këtë barën, ne këtu jemi më pak. Ne nuk jemi popull shumicë dhe shpesh na vihet si komunitet shqiptar detyra të një popullsie shumicë. Okej, ja do ta pranojmë, pse edhe ne jemi krenar, apo nuk e pranojmë, themi që jemi të barabartë. Si t'ja akomodojmë këtë ciklet? Nuk mund të akomodosh për arsye se atë që Michel Foucault, diskursin nacionalist dhe urrejtës, por riprodhohet nga ato dispozitive, nga ato mikroqendrat. Nacionalizmi nuk buron vetëm për politikës, ne kemi gabim. Atë e riprodhon familja, e riprodhon universiteti, e riprodhon media, e riprodhon... Ai buron nga çdo cep buron. Dhe problem. Dhe e përfundoj. Aty ku mendoj ne çaloj, do them tek marrëveshja e Ohrit. Marrëveshja e Ohrit tash në korniza gjëra, po flas edhe për mbyll, kishte dy qëllime. Me rrit përfaqësimin e shqiptarëve në pozicione drejtat ekonomike, kulturore, dhe së dyti ishte me kriju një shoqëni multikulturore, multietnike, kohezive. Këtu marrëveshja e Ohrit çalon dhe nuk arrit. Ne akoma jemi shoqëri e ndarë, e segreguar. Ne jetojmë në dy botra të ndryshme dhe përfundimisht atë që thave, ne nuk e njohim njëri tjetrin. Ne shkollat i kemi ndame, universitetet i kemi ndare, hapësirat e kemi ndare, hapësirat sociale i kemi ndare. Sa kudi i frekuentojmë ne restorantet e tyre dhe ato i frekuentojnë. Pra, kjo është divided society që quhet shoqëri e ndame dhe qytetet i ke ndame, divided city, Shkupin, Kumanovën, Tetovën, Strugën, Kërqovën, ne ngelem të ndam dhe nuk e njohim njëri tjetrin. Dhe mos njohja çon në paragjykim, e paragjykimet çon në urrejtje apo stigmatizim. Po zgjidhja se do t'ja jap fjalën profesoreshës. Nuk e di, beso që sa vite merrem me këtë që s'di edhe unë. Duhet të mbesim në dashuri. Beso s'di. Unë mendoj se nuk dolën rastisht të rit. Nuk mund të themi që ja ka shpjeguar politika
ditore mirë partnerit të vet, faktikisht pala shqiptare partnerit vet se sa është me rëndësi, nuk e di ja ka shpjeguar as ja ka shpjeguar, por se veshët janë shurdh. Realisht këtë pyetje e bëj për këto 30 vite. Shumë e bukur është pyetja, më pëlqen shumë sepse nuk është e rastit që kanë dalë mira të rinë në rrugë. Po t'ja kishte shpjeguar, nuk do të kishte një kërkesë të tillë, një demonstrim të tillë të pakënaqësisë që i bie se ka dështuar klasa politike, ai ka dhënë në momente të caktuara rëndësinë e duhur ajo, edhe ajo dihet, por ajo më e keq është, e përmendi profesori, urrëtia që është ngjallur, që i bie se ka qenë aty, por me një mbështetje të vogël politikës ditore, urrëtia ka marrë hovë dhe ka dalë tani edhe në rrjetet sociale, në gjuhën e tyre që nesër mund po. Ama prap mendoj se problemi nuk është te ne shqiptarët, problemi është të ata që përpiqen të na dominojnë, sepse në asnjë mënyrë Maqedonia në fakt nuk ka pasur problem me shqiptarët, as nga brenda, as nga jashtë, sepse Shqipëria është i vetmi shtet që e pranon prej krejt fshinjve, ka probleme, njëri si ja pranon kishën, tjetri territorin, tjetri kombin, vetëm shqiptarët pa asnjë kusht, duke pasur gjithashtu shqiptar brenda, Shqipëria ishte ndër të para që e pranoi Maqedoninë në kufit ekzistues, që flet shumë për bujarinë dhe për dëshirën e shqiptarëve për të krijuar raporte normale me maqedonasit, sikurse duhet të ishin shtetet sot në botë, sepse edhe armiqësi më të mëdha, ne dim nga historia që ka kombe me armiqësi shumë më të mëdha, me viktima shumë më të mëdha, që sot në mënyrë shumë normale, duke bërë kompromisin të dyja palët, i kanë realizuar. Por ideja është që ne në mungesë të dëshirës për të bërë gjëra esenciale, krijojmë kauza të këtilla, ndoshta anakronike, po them nga aspekti i maqedonasve që i shpikin, sepse mbrojtja që vjen prej neve është e natyrshme, se në momentin që ti përpiqesh të na ndalësh, ne normal që do të kemi një përgjigje, dhe bile përgjigje është tepër e kulturuar, tepër e butë. Unë jam kënaqur me mënyrën se si studentët tanë janë treguar tepër të kulturuar, tepër të edukuar, kanë dhënë një shembull të një pjekurie të lartë politike, të një intelektualizmi, kjo na jep shumë një ndjenjë të mirë. Po, dhe nga ana tjetër kam edhe një përshtypje, pastaj mund ta zhvillojmë po të doni, po të kemi kohë si debat. Kam edhe një përshtypje se studentët tanë deshtën në fakt jo vetëm të thonë që kemi disa mungesa, por deshtën në një farë mënyrë ndoshta ta bëjnë edhe bashkimin e faktorit politik në disa kërkesa. Që mendoj se mund të jetë edhe kjo një arsye që... Po mirë, ja për të ta bërë pyetjen edhe një herë që ja bëra profesorit, se nëse pajtohemi që në bllokun shqiptar, pavarësisht divergjencave dhe këtyre interpretimeve kur je në pushtet, kur je në opozicie, shikon çështjen për çështjet shqiptare, për gjuhën, për këto, ekziston konsensusi. Si ta akomodojmë atë maqedonasin politik edhe qytetarë që ja bëra pyetjen edhe profesorit, që ta kuptojmë në fund që kjo e drejtë e shqiptarëve fare nuk e cënon atë? Atë besoj e din, sepse s'do shumë mend për ta ditë atë. Po, kjo strukturë politike, ata e din, po kjo strukturë politike nuk dëshiron këtë ta kuptoj, sepse e din që vetëm në atë pikë, nëse do të mshoj, do të rris pakënaqësinë e njërës palë dhe në raport, si bie, në raport të zhdrejt, kënaqësinë e tjetrit në atë moment për njerë, tjetri do të ndjetë mirë. Mua shumë me pengon që edhe elita intelektuale maqedonase nuk e ka thënë fjalën e vet ashtu si duhet, si duhet i takonte elitave intelektuale. Ka zëra natyrisht që janë zëra për të respektuar, që thonë se po s'po i bën dëm kërkujt një drejtet dikujt që do ta përdor gjuhën e vet se s'të merr ty gjë ajo. Nuk është një territor që të merr diçka ty që t'i jap atij. Po thjesht është mundësi për të jetuar më mirë, se ne i kemi pa do vite me një subjekt tjetër, me një strukturë tjetër politike, që megjithatë filluan vrapojnë disa kurse për gjuhë shqipe, disa, do të thënë, nuk i bënte keq ajo dikujt, thjesht shkonin përmes njohjes ndoshta nesër të dashuria. Por jam shumë e pakënaqur, nuk di ju si keni lexuar edhe me elitën intelektuale që nuk u distancuan nga mënyra kaq e rrept dhe kaq jo bashkohore e tentimit për... Dhe ja si pyetje në fund dhe ju dhe ta rrumbullaksoni mendimin, me që përmende elitat intelektuale për tej politike, në këtë sens e them, a mos ndoshta duhet të rikthehen forumet e diskutimeve me tone të ulta, me një sqarim të përsëritur për të kuptuar më shumë njëri tjetrin?
edhe kam përmbyllim me këtë. Ideja mendoj unë jo që ne nuk ua kena shpjeguar paktën kështu diskursivisht dhe unë mendoj që ato ne problemi atyre sa arita kuptoj është që ato mendojnë që ne nuk kemi lojal ndaj shtetit, ne nuk I kemi rehatu sa duhet. Tani për mos me rang këto folklorizmat, unë jam autokritik do njerë mendojnë ndoshta edhe ne kemi mund të regojmë pak më shumë kushtimisht lojalitet ndaj këtij shteti. Nuk e di, mundojmë të jem autokritik, që më ne shpesh e flamurin nuk ua pranojmë na për himnin. E kështu me thjesht, është një sot I keni individ në Macedon I cili mendon se ti momentin I parë do janë ngulli shtikën mbas shpine. Luftën, konfliktin I 2010 nuk e përbin kur Macedon, dhe akoma edhe nuk do e përbin edhe gjatë, për shkak se ato e përjetojnë asë një thikë pas shpine. Pra, nuk e di, nuk kam zhidhen këtë unë mundojmë të çfarë kanë pritë të bëjmë ne? Jo, s'hy, profesoresh, nuk hy. Thjesht mundojmë të hyjnë lëkurën. Jo, si profesor nuk guxojmë as se si mendoj ta themi. Jo, nuk është shumë unë them. Për mua pa pra nuk. Jo, unë mendoj, hyjnë mendimin atyre se si mendojnë ato se nuk ka që nuk e kena shpjegu. Ato e dinë rëndësinë e gjuhës, se dhe ato e kanë jetin problem. E dinë rëndësinë e një identiteti, se ato e kanë jetin problem. Bile ato janë krisë identitare, tash mos me vjen këto çështje. E dinë. Thjesht, një Macedon sot mendon që shqiptari nuk ka lojal ndaj shtetit. Tani nuk du ta vazhdojmë më shumë. Pyetja ishte Nazim, këto diskutime, Nazim, a duhet t'i ulim pak, ju si profesor, të bëni diskutime me profesor të tjerë, e kështu me radhë. E di që duket anakronike ndoshta ose e përsëritur, por është ai momenti që përveç ne në tryezën tonë ta diskutojmë, të krijojmë edhe një tryezë e përfundoj. Për te etike, përveç temave identitare nuk I lem për shtypja asnjë debat tjetër. Unë e kam shkruajtur disa herë, që unë nuk du ta shoh të dalë jo modest, unë e kam një tezë, një teori shumë e thjeshtë. Ne na duhet një marrëveshje heshtur e pa shkruar me Maqedonasit. E kjo marrëveshje do duhet të ishte që të arriturat deri tanishme kombëtarët shqiptarëve të ruheshin, të zbatoheshin, mos prekeshin dhe t'jam synin BE-s. BE-ja, antarësimin e BE besoj që do I relaksonte marrëdhëniet, se zhvillimi ekonomik, mirëqenia ekonomike, se nacionalizmi tash t'i vjemi drejt pak, është edhe për masat le themi ma të parsimor, aty në gjetë më shumë. Në momentin që keni mirëqenie ekonomike, këto ndjenja, kjo nacionalizmi në esencë është iracional, nacionalizmi ofensiv që e quajmë në literaturë është iracional. Mbase këto dhe pasi të antarësoheshim në BE, mbase mund të diskutonim disa çështje në rrethana ma relaksuese, ma qetësuese. Tjetër rrugë dalje, të paktën kjo bindja ime unë nuk shoh. Barkun plot, je I lumtur edhe? Ndoshta I te kalon. Do të na pëlqente ndoshta të ishim norvegjes dhe të kishim eksploruar moti këto kërkesa këto gjëra. Na vjen keq që jetojmë në këtë shekull, në këtë kohë kur është domosdoshme që edhe të riun, po edhe vetë ta mbajmë atë ushqim shpirtëror, sepse ende proceset tona kombëtare nuk kanë përfunduar fatkeqësisht dhe fatkeqësisht po na mbajnë aty. Për ta ilustruar do të them vetëm derisa ne vetëm studentë kishim në rrugë, ministri I drejtësisë jepte deklarata që nuk ka provim në gjuhë shqipe. Do të thonë, ai të nxjerr gjemba në të njëjtën kohë derisa ti ke fëmijët të gjithë në rrugë. Do të thonë tregon që për këtë çështje nuk diskuton. Tash kjo natyrisht është megalomani politike, nuk do të thotë se do të jetë ashtu, se çështje tjera varen edhe nga diskutimet më tej të strukturave theme qeveritare, ama ai e thot atë vetën që thot se 10.000 vetë kote kanë, nga nga tjetër fëmijët që vinë për t'i përkrahur kolegët e vetë nga Shqipëria shëtite në kretë Maqedonin, thjesht vetëm për të treguar dominancë, arogancë, edhe ti nuk ke hapësirë të flasish për mundësi që mund të kalot më letë. Unë shpresë nuk e shoh te politika te kjo qeveri, sidomos nuk e shoh, po shpresëm pak po shoh se ndoshta ja këto forumet, bisedat, që po thoni mënyrat më intime të bisedave poshtë, ndoshta do të nxisin mendimin racional te populli që të mos bjerë pre një propagandë të këtillë që shpihen
arogancë që shpihen në mosdurim, që nesër të mos marri vota asnjë parti politike në emër të asaj se sa më shumë do t'ja mohoj të drejtat elementare tjetrit. Unë prap po them këtu ndoshta mund, sepse nuk po besoj që institucionalisht do të ndryshohet kursi i veprimit të kësaj strukture që është. Ka edhe një presion që mund të bëhet, ajo tryeza për të cilën folëm që parë, sa ajo tregon që ne i kemi këtu vijat e kuqe. Dhe deri këtu mund të diskutohet. Ka disa gjëra për cilat nuk diskutojmë, po tash kjo është çështja e inateve meskine të partive tona politike, sa do të arrijnë të dalin mbi veten për ta bërë këtë. Idenë e tryezës ndoshta do diskutojmë në një temë tjetër, sepse hapësirat publike diskutimin janë kaq, sigurisht ne mund ta zgjasim, por besoj që opinioni do na ndjekë edhe me diskutimet e tjera. Unë ju falenderoj për këto mendime, profesor të nderuar. Ishte një lloj reflektimi i asaj se çfarë ndodhi të dashur ndjekës pas protesteve dhe cilat do të jenë efektet dhe sigurisht që ne zhvillimet do t'i ndjekim me një diskutim siç tentoj unë ta bëj më shpjegues, me tone pak më të qeta për të arritur pikërisht atë që të gjithë e duam me një mirëkuptim të përbashkët. Këtu do të përfundoj edhe unë, kështu që miru pafshim, edhe njerë faleminderit deri te podcasti radhës.